Mjeku jetë burdhër, ja pse duhet të konsumoni frutat çdo ditë. Frutat janë të dobishme për shëndetin pasi përmbajnë shumë lëndë ushqyese. Përveç kësaj, frutat gjithashtu ju mbajnë energjik gjatë gjithë ditës dhe largojnë lodhjen. Këto janë arsyet pse duhet të konsumoni më shumë fruta sipas ekspertëve. Konsumi i frutave do të zvogëlojë peshën, falë fibrave që kanë, stomaku do të ndihet i ngopur për një kohë më të gjatë. Konsumi i frutave do të rregullojë gjithashtu llogarit e sheqerit. Frutat përmbajnë polifenole dhe fibra të cilat ulin nivelin e insulinës dhe sigurojnë lehtësimin nga diabeti tipi 2. Megjithatë, sheqeri është i pranishëm te frutat, polifenolet rregullojnë nivelet e sheqerit. Njerëzit duhet të konsumojnë jo më shumë se 400 gram fruta në ditë, të ndara në 5 racione të ndryshme për të marrë përfitimet e tyre. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.